Mbas 3 ditëve protest në rjoll të Velipojos, banorët e kësaj zone u zhvendosën në hyrje të SPAK, prej të cilit kërkojnë të hetojnë tjetërsimin e pronësisë të gati 146 hektar, ku do të ndërtohet një kompleks turistik. Kam pru letra që të vërtetoj pronësinë dhe të them gjyshit, o jam kanar me ty, ose ta mallkoj aty në varr që më kanë lënë këto letra. Më kanë lënë letrën që në 35-ën dhe kam këtu. Dhe gjyqtari i cili mori dënimin e merituar atje, më tha mu që letrat tuaja janë falso, jo falso, por nuk ta jap pronën se nuk gjej kufitarin lindor. Kurse zotria, pa kufitar fare, pa letra fare, i mori 1500 ulëm tokë. I shiti, për një vit i shiti, për një vit bani gjyqin, për një vit mori paret, për një vit filloj me ndërtimin, gjitha i bani këta. Kush është ky? Qa janë këta? Si ka mundësi, sot policia, IMT-ja, IKMT-ja, dhe një qytetar që vendos një plak në tualet, i shkojnë 20 inspektorate. Ndërsa një vend që është me 146 hektar, pas një procedurë ligjore, pas një njoftim paraprak, pas një tabel, dhe vetëm pasi fillon protestat, fillon dhe vendosin tabelet për fillimin e punimeve. Rikthimi i banorëve të rjollit në prokurorinë e posaçme ndodhi 11 muaj, pasi dorëzuan një denoncim ku kallëzuan se prona është tjetërsuar përmes falsifikimit, por nga marsi i vitit 2025, kur banorët kallëzuan, SPAK shpalli mos kompetencën dhe ja kaloi çështjen prokurorisë së Shkodrës.